Pushime verore me kredi. Në bankat e qytetit të Vlorës nuk mungojnë rastet kur qytetarët marrin kredi për pushime. Klodian Hysi, drejtor rajonal i një prej bankave të qytetit, tregon se shumë prej qytetarëve i shohin kredit si një mundësi për të kursyer më tepër. Ndaj sipas tij, ata zgjedhin të marrin kredi për pushime, duke i mbledhur më pas këto lek. Sipas Hysit, në 6 mujorin e parë të këtij viti ka pasur një rritje të aplikimeve për kredi. Hysi sqaron se arsyet se përse vlonjatët marrin kredi janë të ndryshme, duke nisur nga mobilimi i shtëpisë, blerja e një apartamenti apo makine, si dhe shkollimi i fëmijëve. Aktiviteti kryesor i bankës është kreditimi dhe normalisht është e fokusuar drejt saj. Dhe këtë vit pra ka pasur një kërkesë pak më të lartë se sa vitin e kaluar. Ne kemi mbyllur 6 mujorin e parë të vitit edhe duke bërë pra një analizë të rezultateve, pra ky vit ka rezultuar me një rritje goxha të lartë në krahasim me vitin e kaluar. Banka, sidomos banka jonë këtë vit ka bërë dhe ndryshime në produkte, pra ne aktualisht pra kredin konsumatore që është deri në 3 milion lek të reja mund ta aprovojmë brenda 30 minutave. Dhe kjo ka bërë edhe që të ketë një kërkesë akoma dhe më të lartë pra për këtë produkt. Arsyet e kreditimit janë të ndryshme, por më të shpeshta janë kërkesa tradicionale për mobilim shtëpie dhe për blerje shtëpie. Gjithashtu, pra ka edhe kërkesa për sa i përket pagesës së edukimit të fëmijëve, pagesës së shpenzimeve mjekësore, pra për sëmundje që mund të kenë në familje, por edhe për blerje makine, për konsum të familjar. Po ka dhe raste të tilla, pra sepse në fakt, shumica e njerëzve konsiderojnë kredin edhe një mënyrë për t'i nxitur për të kursyer. Dhe kjo, bën të mundur që pra marrin një kredi për pushime me qëllim që të bëjnë pushime më të mira se sa e përballojnë vetë dhe e shluajnë atë gjatë vitit duke mos rënduar në të ardhurat e tyre mujore. Drejtuesi rajonal i një prej bankave të qytetit tregon se shumat e kredive janë nga ato më të voglat deri tek 30 milion lek, të cilat merren më shpesh nga vlonjatët, por nuk mungojnë as rastet e kredive deri në 500.000 euro. Afatet, sipas Klodian Hysit, variojnë nga 10 deri në 30 vite, ndërsa grupmosha që merr më tepër kredi është ajo 30 deri në 40 vjeç. Kreditë janë të ndryshme, pra nëse i referohemi kredive konsumatore, shuma e kredisë konsumatore që ne japim është deri në 3 milion lek të reja dhe me afat 10 vjeçar. Kurse përsa i përket kredive të shtëpisë, pra shumat maksimale shkojnë 300 deri në 500.000 euro dhe afati në këto kredi mund shkojë deri në 30 vite, në varësi të klientëve. Nuk do ta them që janë të preferuara ato me afat të gjatë, pra por ne në diskutimin që bëjmë me klientët zgjedhim edhe afatin që i përshtatet më mirë klientit në varësi të ardhurave që ai ka. Sepse sa më gjatë afati, aq më shumë interes i paguan bankës, por afatet e gjata preferohen më shumë nga të rinj që sapo e kanë shtëpinë e parë dhe detyrimisht që duan të jenë të sigurt në investimin që po bëjnë dhe mos të ndikojnë në nivelin e jetesës që ata kanë. Grup mosh, mund të them që mosha më e shpesh që kërkon një kredi është midis 30 dhe 40 vjet. Pra që janë në momentin e krijimit të familjes, pra investojnë në shtëpinë e tyre të parë, por nuk ngelen pas edhe mosha 40 deri në 50, të cilët bën një investim për një shtëpi të dytë apo edhe për të rritur nivelin e investimit apo të asaj çka ata zotrojnë. Krahas rritjes së numrit të kredive, ka pasur rritje të rasteve kur qytetarët vlonjat apo përfaqësuesit e bizneseve kanë shlyer kredit në kohë brenda afateve.